I kanë hyp tigrit edhe tani me zëri për tigrit është shumë problem. Sa i të hanë. Kështu që është rreziku. Pra mund tjetë edhe 7 qershori, mund tjetë edhe 14 qershori. Këtu ka një procedurë. Mund tjetë edhe 21 qershori, apo? Iliri shumë bukur e spjegoj. Ka një procedurë këtu. Cila është procedura? Procedura është se duhet një dekret, Ilir. Po, një dekret nga presidenti. Duhet me formalizu. Qaj dekretin, kur duhet të jepet ai dekreti, nuk ka, dhe më thonë, është vakum kushtetues dhe ligjor. Ama vendimi i fundit e ka përcaktu argjykimi i fundit. Kur janë 45 ditë zgjedhjet? Me njëherë nesër fillojnë. Momentin ku jepet dekreti, pro. Momentin ku shpallet dekreti, prej që ati momenti janë 45 ditë. Jo prej nesërit. Gjykimi i fundit, automatikisht shpërndahet kuvendi, edhe priç asaj dite, i ka 45 ditë. Tani duhet edhe një procedurë, ajo procedurë është dekreti, dekreti i presidentit, dekreti shkon te kryetari i parlamentit e dërgon në parlament dhe me 80 vota shpërndahet parlamenti. Kjo është procedura. Po në këtë rast, gjykata kushtetuese ka vendosur shpërndarje automatike. Kur mos thuaj kur, pra me këtë për ta letë kuptohet që mund t'jetë edhe në korrekt zgjedhjet. Zoti Kryqi. Po tash jemi mësuar disa ngjarje të Kjo posaçërisme. është edhe lajm për ta vendosur ai posteri, ajo regjia jonë e dashur, edhe shumë e vëmendshme që është. A di që për shembull kryetari i gjykatës kushtetuese 2 pika. A kupton se mundet për shembull kajherë gjërat e jashtëzakonshme bëhen të zakonshme. Janë disa gjëra që po ndodhen mirë të jashtëzakonshme dhe nëse ato përsëriten duken si të zakonshme. Po, është interesante kjo. Shumë interesant, në një popull shumë interesant. Absolutisht po. Dhe kjo ishte pak edhe filozofike të kisha. Nëse lejon, zoti Deda i rëndisi shumë mirë qëndrimet e partive rreth dështimit të zgjedhjes së presidentit. Sigurisht që